hapja numër 2, nuk do hapa numër 6, edhe për hapa numër për do hapë dreka, edhe do rëgën në vënd se që fa në dodë. Pakesi që shikoni këtu të këpalim, për të rëgë pak më fond, super vapë. Edhe të shkë se një tavolim tjetër pasi që i. Se çfarë më duhesh edhe tani për momentin nuk kujtoj se çfarë më duhesh për në shtyp edhe Matias e kam lënë këtu në karrocë po grindet shumë sepse ka vajtur dhe edhe po sindron edhe ty tregoj të fortën që jam qartu dhe balli kështu që s'më bëj në shtyp nuk e di po tek Iluria do të thonë që lëna tek shkallët kishin vendosin një kështu si shtizë si ke për hujat edhe unë nuk e parë se normale ullim gjithën që marrë atletin e tje edhe do ke lënë në një punëtor që hardë që ullim shkallë edhe ja futa ballit për shëshur nuk më kapi në së edhe tani më duhet një kosë për Matias, kosë të barë edhe tjetër nuk kam këtë se çfarë më duhesh tjetër edhe të shohim pastaj si çka të bëjmë, nuk e kemi lënë të akoma se çka do të gjatë. Hey, nuk ju kam hapur fare sepse ha marrë me Matias edhe tani do dalin, do bëjmë një gjëra të shkurtër se Matias nuk po qëndron dhe ka atë orarin e të dalurit edhe po ju tregoj se çfarë vesha. Atëherë kam veshur këtë setin që është kështu është shumë i bukur, por nuk po mbaj dot këto flokët, se që nga super vapsa do i kam gjitha këto hapur, por është një vape të mërshme. Edhe nuk e di se çfarë pas ka kondicioneri sot, nuk po punon, hedh shumë pak ajër të ftohtë. Edhe është një nxehtësi, nuk di më se çfarë të them, po shkrin ndërkohë. Edhe Matias e kam lënë ndin ka dhë me ti edhe tani do ikim më në fund se plasëm prap edhe jashtë është shumë nxehtë, por shpresim anës detit mos të jetë kaq nxehtë sa është këtu. Kam bërë një make-up shumë të thjeshtë si gjithmonë edhe ikim. Kam një orë që po merre me Matias dhe nuk po e zë gjumi dhe më gatullë Andrea makarona me fruta deti, por unë kam harruar të them që unë frutat e detit më përpara nuk i haja, nuk guxoja të ndja dot erën, por tani mbasi kam lindur Matias më ka ndryshuar komplet shkja e ushqimit edhe më pëlqejnë shumë frutat e detit tani, nuk e di pse si ka mundësi që ndryshon njeriu kështu, por mezi po pres që t'i ha, sa të shishme duke, no? Duke shumë mira. Edhe tani po vazhdoj që t'i ha, se pastaj prap kam bërë të marrë me Matias se nuk po e zëj gjumë. Nuk e di pse është prish ky gjumi kështu. Edhe po nxitoj shpejt edhe po vendos Matias sërish në gjumë. Po vendos sërish sikur ka fjetur, nuk ka fjetur, por vetëm grindet, qesh edhe kështu. Ha makaronat edhe ikim. Jam këtu mbas ditës së nesme edhe tani do fillojmë që do bëj gërshetat e flokëve edhe do të më bëj të gjitha dhe si po pres më super pëlqejnë plot janë shumë praktike, sidomos unë që jam tani me Matias edhe janë super praktike edhe tani këto janë me vaj për arsye sepse
Këto kohë me janë super tharë flokët, super shumë janë tharë, edhe kam bërë me vaj, edhe që do t'i kap kërshetat, mi kapi, jo t'i kap. Edhe kështu, edhe ja fillojmë punës. Shiko çfarë jemi duke bërë tani, shikoni. Edhe Matias po rri këtu. Sa po dollëm, edhe do i tregoj për fundimin e vlogëve, se si kanë dalë, edhe Matias që po rrio të përshyrtin e vetë. Edhe tani po kthej pa kamerën të tregoj pak si kanë dalë vlogët. Ja dhe përfundimi i vlogëve, janë super bukura, më super pëlqejnë, edhe më duket jam diku tek 100 e ca, fije, përsheta, si thonë, nuk mbaj mirë mënë sa saktësisht, por më përin nëse koshori, më të shusha ime, edhe më kanë dalë yll. Shumë bukra, por, ka diçka që të dhëm shumë koha sa të mësohesh, sepse fillimi kështu është normali se janë shumë flokë edhe dhe këtë tërkohës kohëm shumë brapsht, por tani në verë këto janë gjëra më e rahatshme që mund të ndodhi. Kështu dhe tani kemi dalë kështu të gjithë, edhe të tregoj pak outfitin tim për e thonë bëna shumë në hije në potura mdia unë tani edhe të tregoj pak outfitin si jam veshur sot, edhe kur kam harruar çantën që ta merrja, edhe ta tregoj kështu shpejt se kam menduar Matias po, dhe po e lëm tipo këtu kamerën në mbërdet, edhe t'ja tregoj. Është një kostum kështu i zi, edhe janë dhe këto pakat e kuqe që i kam kombinuar edhe me varsën. Kështu edhe Matias pëto, pak Matias si shikon si çuditur që flasun këtu, edhe rridhe kështu edhe shikon. Edhe tani po dalim, si që thash, edhe të hapë më vonë çfarë mund të bëjmë gjatë daljes tonë të darkës. Darka për sot. Hej, jemi këtu nga dita tjetër. Kur të më që Matias se pëlqen shumë kamerën, duket. Edhe tani do hapim një pako nga Temu. O jeta ime ti. Edhe kemi marrë disa gjëra për Matias për 8 mujorin, që nuk rrit të çun. Edhe po i hapim tani, kemi këtu. I hapim këtu pak, mama. Matias? Hajde. Nuk të hapdot. Mbrëm nuk jo hapa, sepse mi ardhë diku rreth orës 1 për çka e tillë. Edhe jo mora me Matias, edhe të ndaj nuk hapa fare, dhe po ju hap tani. Hajde, ullu këtu shpert, ullu këtu. Ullu këtu, bravo! Nuk të lë Matias, nuk të lë. Më shumë, pas ka qëtë Matias që hapa të pato të pa unë. Për ty janë të shpirt. Edhe sot nuk kam asë një plan çfarë do bëjmë, se qështë se tek hiq fare. Në hapin të mama, wow! Që kemi këtu? Kemi një mbalse për te karroca. Pa të regoj. Kjo besoj do më shpëtoj mua, do thonjë pse sepse këtu do mbaj në një Red Bull, në një kola, në një gjë. Edhe këtu do mbaj telefonin. Edhe vjen dhe me këtë që kapet, nuk e di ku mund të kapet kjo.
Nuk e di do shoh. Ajo ka për këtu më duket. Po këtu. Edhe vendos tek karroca. Po çfarë bën me shpirt? Nuk hajnë këto mama. Nuk hajnë ato. Nuk hajnë. Nuk hajnë këto. Mirë. Bravo. Nuk hajnë këto me mamush. Sampis, për t'ja për mamë një lodë. Na merë këtë piano. Edhe ishte kjo që ju tragova. Atëherë këtu kemi disa aksesorë që më duhen. Nuk e të që janë këto. O, shpirt nuk hajnë këto me jeta ime. Matias çdo gjë doj që ta fusi në gojë. Edhe nuk e ti më të kështu kanë qëtë fëmijet. Atëherë kemi një breshk, do më të janë disa gjëra që na duhen për foto, një nije. Janë do më thonë kështu gjëra për plazh, edhe disa foto shumë të bukura që kam në mëndë. Edhe kështu që kemi këtu, nuk e di si çfarë ka. Se është e mbyllur. Këto janë disa kështu kapse kështu të vogla që më duhet që të kap ato që sa po ju tregova. Këtu kemi shalla që këto kapelja t'i bëj Matias, por besoj nuk do t'i bëj, kjo se është shumë e madhe, nuk hajnë këto mama, nuk hajnë, në pis. Los me lodrën të ndër, se në klos. Më duket është kapelja, në ka pashot, por mama që ka super e madhe për ty kjo me jeta ime. Nuk ishte një kapelje kështu për Matias. Tek mama, se nuk e kaq keq shpirt. Duket që keq, por mund të ta modifikoj, do me thënë që ka pres. Shkuq. Wow! Ose t'ja kap me në një gjë këtu kështu në bazë. Nuk e di do shohej. Edhe këtu kemi të shamin. Nuk do që t'i mbaj fare. Më përpara i mbante, tani nuk i mban më, tani është bërë shumë çuni keq. Kemi dhe këtë shamin dhe kjo është shumë e bukur. Wow, mama këtë do ta varësh ti kështu këtu shpirt. Matias nuk duron do të asnjë gjë. Është shumë e bukur. Edhe tjetër mamusha qa kemi jo këtu se nuk jam për ty jetë. Këtu kemi një gjë për mua, për hap, që varë sa bëzëllit nuk e gjithë për është. O jetë nuk është për që a janë dy bëzëllisha që është shumë bukura këto. Jam dhe këto që i kam nga sheqin, kemi parë tek video e kaluar. Dhe këtu kemi një çantë. Wow! Sa gëzëm në pjesë. Shikoni që kësa e bukur është. Me mama, shikoni që kësa e bukur është kjo jetë. është super e bukur. Wow! Wow! Edhe materiali, edhe marrëm dhe me këtë dulje në i Daisy, se më super pëlqej. Edhe tjetër, çfarë kemi tjetër, mama? Kemi tu një veshje për Matias, por sigurisht pra për 8 mujorin e shtëpi që do vishet kështu. Nuk e di si do ta modifikoj atë shamin, ose më pasën nuk mund t'ja vë fare, ose do shoh. Nuk e di. Duke që kësi e madhe, por s'ka gjithse për foto i dua. Këtu kemi një kështu rrjet nga këto që kapin peshk, edhe do ta vendos sërish për foto. Nuk po e gjithë nga hapet për tani. Në me shpirt. Ma se hapet direkt kështu këtu, por nuk do që ta hapë se mos më prishe deri sa t'i vi 8 mujori Matias.
Besoj që ishe. Kjo shamin e mbaj edhe unë tani domethënë se bëjmë të vojnë njërë këto. Si kam këtë flokët si kejtë këto. Kam sistemuar mirë. Shko mami. Matias! Wow! Kjo që nga për mami. Në fakt, kjo është për mua, për unë e mua për Matias. Dhe thash, do ta modifikoj. Nuk e di se çfarë mund të bëjnë një gjë. Edhe, ja të vendosë edhe këtë shamin. Dhe të bëjmë fix. Mund të vesh edhe unë këtë do me të. Por, ndër, foto në një gjë, nuk e di. Edhe është super e bukur. Që ka të rëbën mirë. Më falë shpirt. Jo këto mamush, jo qete. Ti gjej edhe fut në gojë. Kjo po më rëshket. Kjo më rri mua madhe, jo më Matias. Edhe jasi është kështu. Hihi, sa bukur duket. Mami nuk futet çdo gjë në gojë. Nuk futet çdo gjë në gojë. Marrë vesh? Marrë vesh. E kuptoj çdo gjë të mundshme që i thash unë. E kuptove apo jo, Matias? Këto më duket janë bërzdylyshi që vjen në këmbë. Po, janë në këmbë se mua këto në dorë nuk më bëjnë. Edhe po i vendos që tani që mos të harroj. O, duken shumë këndshëm. O, shpirt, po rri me mama, rri. Rri mirë. Rri mirë. Rri mirë. Rri mirë. O, jeta ime. Edhe kështu dhe këto ishin blerjet tona. Ishin shumë pak gjëra, sepse te mora vetëm për 8 mujorin e Matias që më duan për foto. Edhe ja super ja vlen këto më duket të gjitha, do t'i kuvatën tek 28, diçka e tillë, 25 edhe do me thënë këto, po çdo hidhe, nuk është se do në futen punë. Por, unë kështu kam vendosur, do me thënë që çdo muaj Matias, do me thënë duaj që t'i bëj foto, edhe duaj që t'i ngjelet edhe ati kur të rritet një kujtim. Jo si ne që nuk kemi fare foto si brezi ynë, do me thënë kemi foto, por jo se kemi foto si që kanë fëmijët që janë tani. Edhe kështu, edhe dua do me thënë që Matias të ketë çdo muaj kujtim nga, kur ka qenë kështu baby voçke. Giti. Shko edhe giti, të hahunda. Dhe kështu dhe mbyllim këtu këto video dhe të qihemi sërish nesër. Ua, do të thosh mama bye? Do të thosh bye? Bye. Bye. Matias, bye mama. Bye. Ha? Nuk do Matias të bye. Është mërzitur. Edhe shihemi sërish nesër. So, bye. Të dua.